Le të marrim një ushtrim që ka të bëjë me vargjet. Është dhënë vargu, një varg numerik, dhe shikojmë pak diferencën e kufizave ndërmjet tyre dhe shikojmë që është një kufiz konstante me d barabartë me 4. Me këtë arrijmë që të kuptojmë që vargu është një varg aritmetik. Nëse ne I referojmë kufizave të saj, për shembull 2-shi, është kufiza e parë, 6-ta është kufiza e dytë, 10-ta është e treta, edhe me radhë. Dhe për I të ndryshme, ajo është nga e para deri te kufiza e 9. Kufiza e përgjithshme e vargut është AN-ja, ose mund ta shënojmë me TN, është kufiza e parë plus N minus 1 D. Kufizën e parë ne e kemi në rastin tonë është A1 dhe është e barabartë me 2. Pas e kemi në varg. Atëherë 2, thjesht bëjnë zënësimet, N minus 1 RD. D-n e kemi të barabartë me 4. Pasi bën veprimet, shikojmë që kufiza e përgjithshme është 4N minus 2. Do të thotë që për I të ndryshëm do jetë AN-ja do jetë 4I minus 2. Atë le të bëjmë një farë prove. Për I barabartë me 1, shikojmë që 4 er 1 minus 2 del 2, do të kufiza e parë. Për I barabartë me 2 për vendin e dytë do dalë 6, dhe për I barabartë me 3 pra në vendin e tretë kufiza do dalë 10. Çka e vërteton vargun ton. Le ta shikojmë tani se si mund ta konfigurojmë, mund ta programojmë në pjesën e Pythonit, gjuhës Python. Detyra jonë është që ne të marrim një N si input dhe të marrim nga tastiera dhe të afishojmë vargun numerik, pra siç në rast për një të ndryshëm, dhe më pas të gjejmë shumën e elementëve për N-n e caktuar. Atëherë kemi shkruar gati, pra kemi marrë N si input, kemi deklaruar një shumë barabartë me 0, vlera fillestare e saj është 0. Marrim vlerën fillestare të ciklit, që do përdorim while-in, dhe po e marrim vlerën fillestare 1. I-ja do jetë më e vogël dhe barabartë se N, pra kufiza që ne do fusim. Ne vargun e gjetëm që AN-ja është e barabartë me 4I minus 2, do të për I të ndryshme. 4I minus 2 është 2-shi, 6-ta, 10-ta etj. Me radhë. Dhe më pas shtojmë. Edhe për një N të saktuar, rasim 6, shikojmë që ato ja jep në rreshta të ndryshëm. Dhe si veprohet për t'i lënë për një të rreshtë. Atëherë thjesht me një end line, me ND-lën, ne I verifikojmë që ND, pra ND e barabartë me, nëse ti do të shtosh një plus brenda tyre, dhe thjesht afishoj një string brenda. Ndërkohë bëm afishimin, por nëse ti do të kërkosh diçka tjetër, pra do të vendosësh shumën, ti vendos shumën plus kufizën e saj. Kufiza është 4I minus 2. Mund të afishojmë shumën, pra vendosim një string me emrin sum, dhe këtu deklarojmë variablin e saj. Po ta shikojmë. Nëse ti do të shtosh diçka tjetër, pra do të shtosh yll plus edhe shumë mund ta kesh në një line tjetër, atëherë vendosim si string yll dhe plusin dhe e kombinojmë. Atëherë shikojmë që pasi një gabim kemi mbyllur thonjzën e stringut dhe ky është ushtrimi jon. Mirë të qofshim.